Aksidenti i rënd, 30 vjeçari përplaset nga makina i riu në gjendje kritike për jetën. Një aksident i rënd është regjistruar para ditën e sotme në unazën e qytetit të Lushnjës, ku një motociklet është përplasur me një automjet që po dilte nga ambientet e një biznesi buzrrugës. Përplasja ka qenë tepër e fortë dhe si pasojë shplagosur rënd drejtuesi i motocikletës Marius Doksani, rreth 30 vjeç. Burimet bëjnë me dije se ai është transportuar me urgjencë drejt spitalit dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Në vendngjarje kanë bëritur menjëherë policia e qarkullimit rrugor dhe patrulla të policisë, të cilat po kryejnë veprimet hetimore për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Unaza e qytetit të Lushnjës është kthyer shpesh në burim aksidentesh për shkak të numrit të lartë të bizneseve, përgjatë saj dhe daljeve të shumta të mjeteve në rrugë.